Me sa duket, fëmijët sot vuajnë shumë mungesën e prindërve. Prindrit të përfshirë në atë vorbullën e sigurimit të mirave materiale dhe të mos i mungoj këtij fëmijë asgjë, janë shumë pak të pranishëm duke mos i dhënë vëmendjen, afeksionin, emocionet, duke mos ndar kohën që një fëmijë do për t'u rritur dhe emocionalisht dhe për t'u forcuar emocionalisht. Nga ana tjetër, duke qenë të vetëm, vetmia është një problem shumë i madh. Dhe aq më tepër kur i shkon lojrave, telefonit, teknologjisë, që i mbyll totalisht botën sociale, duke e përqendruar në ca gjëra që ndonjëherë prindri që mungon, nuk është në gjendje as t'i kontrollojë dhe t'i selektoj. Dhe as i kupton. Dhe as nuk i kupton, jo, kështu që të gjitha këto ndikojnë në shfaqje të problematikave që nuk kanë kursyer edhe këtë moshën fëminore.